Shumë prej monumenteve kulturore në Korçë, veçanërisht objekte të kultit, po shkojnë drejt rënimit. Kishat e Voskopojës janë në rrezik, ndërsa prej kosh janë lënë në mëshirë të fatit. Një prej këtyre është kisha e Shënmërisë, e cila çdo ditë më shumë po shkon drejt degradimit. Muret e saj rrethues janë dëmtuar për shkak të lagështirës. E dëmtuar është edhe çatia e saj, ndërsa fresket janë thuajse tërësisht të shkatëruara. Për kreun e komunës Voskopoj në këto objekte të kultit që datojnë shekuj më parë, situata është alarmante dhe kërkohet urgjentisht ndërhyrje. Problemi mbetet tani restaurimi i tyre, sepse pikturat dhe fresket që kanë ato janë gjitha, domethënë origjinale të shekullit 17-18, dhe ato kërkojnë njerëz profesionistë për tu restauruar. Më keq paraqitet domethënë çatia e kishës së Shënmërisë, ku aty ndodhi shembja e saj në Dibër, ne vetëm në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës të Korçës i bëmë një restaurim urgjent për të mos lejuar që shirat ose ujërat që vinin të mos fuqin brenda, sepse do të dëmtonin pikturat dhe fresket. Në të njëjtën gjendje ndodhen edhe shumë kisha të tjera në Erseg dhe Korçë.